Bima mrekulli bërse, përdoreni në këtë mënyrë dhe do trajtoni këto probleme. Kamomili është një bimë mjekësore shumë e njohur dhe e përdorur që në kohë të lashta, madje edhe në periudha të gjata kohore, ajo mund të konsiderohet si një bimë shumë e mirë për shëndetin. Ajo ka veprime antiinflamatore, antispazmatike, qetësuese dhe parandalon të vjellat. Çaji i luleve të kamomilit përdoret për të qetësuar dhimbjet e barkut. Në rastin e sindromit së zorës së irrituar, hap oreksin dhe përmirëson tretjen. Merrni një gotë në mbrëmje para gjumit dhe do të lehtësoni ankthin dhe stresin. Gjithashtu, përdoreni për sindromin e zorës së irrituar, pagjumësisë dhe tensionit. Përdoreni për pickimet e insekteve, ekzema dhe irritimeve të ndryshme të lëkurës. Gjithashtu, në një enë ku ushtoni 2 gota ujë të vluar, hidhni 2 lugë gjedhe kamomil dhe qëndroni sipër për të thithur avullin. Kjo shërben edhe për të qetësuar problemet tuaja bronkiale dhe për të përmirësuar gjithashtu frymëmarrjen në ditët e ftohta.